kështu po dhe kreative, thotë se opozita shpreson që kësaj radhe do të ndryshojë. Si do të Zoti Kurti asnjëherë s'ka thonë që do të veprojmë në mënyrë jo konstruktive të kushtim. Ai gjithmonë ka thonë konstruktive, po konstruktiviteti i tij 2 vjet Kosovës ja avulloi. Kohë, jo pare, se pare aso kur gjë, rikuperohet, mushet kaca atje. Koha është dukat, koha është geopolitik, koha është siguri, koha është ekonomi. Koha është flori. Është gjithçka. Sepse jashtë kohës, do mëne ky djali është jashtë kohës edhe hapësirës, ky kryeministri ju në detyrë, i cili unë u pajtova, më falë, jo s'është siç korrekt, absolutisht. Ky s'dha asnjë shpresë që ka me pas institucione. Ku vendi e kemi të qartë, dihet ç'u bëhet. Mirë, po prapja lafojnë gjykatës kushtetuese, një kryeministër i cili e akuzon gjykatën e vet, kushtimisht po them e vet, kushtetuese të Kosovës, domethënë se s'është gjykatë e Tunguzis. Se po m'bjen shpesh ky emër në mend, se di pse. Domethënë se mendësia është qasi aziatike. Afton afrikane, zoti e din. Ka kjo mendësi këtu nëse kam qartë hiç. Gjykata kushtetuese i dashur koleg nuk është lider me komentu vendimet e saj, veç me i pranu. Çështu ka qenë praktika hon e don në qitë Kosovë. Liri e shprehjes, ajo zbatohet. Liri e shprehjes kemë unë edhe ti. Kryeministri nuk ka që i nështruar lirisë e shprehjes. A e zbaton ajo? A e zbaton ajo? Kushtim, gabim e ki. Lutem, jo. Liria e shprehjes vlen për publikun. Liri i shprehjes për kryeministrin nuk ekziston. Ora ekziston për kryeministrin në raport me agenda shtetërore, zoti Sadiku. Lutem, në raport me detyrat e punës. A e debatojmë këtë? Atë se li a me lonë une apo të lejon me full. Jo, ti vazhdo. Po problemi është kushtim. Problemi është që kryeministri i ruhet privatësia si çdo kujt prej nesh, i nështruhet procedurës demokratike me u zgjedhje me zgjedhje si secili prej nesh, para ligjit është i barabartë që s'po është i barabartë me ne, sepse ai nuk po shkon në prokurori, e na shkojmë bile duhet me thirrë një 2 orë përpara me dalë në autobus ose taksin, mos mu vonu. Domthonjë që jemi të barabartë, si te ferma e kafshëve, do janë më të barabartë se disa të tjerë. M'fal tash. Okej. Gjykata kushtetuese është jo veç me interpretu kushtetuesi, nga ka thonë kesh dikush kryeministrin detyrë. Kesh ja ka interpretu dikush. Gjykata kushtetuese është me revidu praktikat më të mira botnore, demokracive botnore me i marë, e me revidu ku ka lufta logjik, ose gjusor, ose konstitucional në Kushtetutën e Republikës, të cilat e kanë vlerën si pas sistemit kosovar po flas. Verdiktet e gjykatës kushtetuese të nderuar koleg e kanë fuqinë e amandamenteve kushtetuese. Kosova që ashtu funksionon. Prandaj është institucioni më i fuqishëm, më kredibil, i cili është mirëmbajt dhe vazhdon të mirëmbahet prej alatëve tonë, prej sponsorëve të lirisë tonë që tha i diri më herët. A gjykimi atëherë nuk është se kritikuar nga shumë. U pajtova me zotin Muja që tha më herët duhet t'i vendosin kriteret dhe pastaj emnat dhe pastaj votat. Por kriteret i ka vendosur kryeministri detyrë zoti Muja. Feridja edhe Hatija. Jo, s'janë më emrat. Unë thash kriteret i ka vendosur kushtim. Që ato janë kriteret, sipas Mujës